Ligjvënësit e shumicës kanë mbledhur firmat e nevojshme për ndryshimin e kushtetutës në lidhje me heqjen e imunitetit dhe kanë depozituar në kuvent draftin për projekt ligjin e imunitetit. Projekt ligji i depozituar ka një sër ndryshimesh që parashikojnë rastet kur një zyrtar i të lartë të qeverisë, një deputeti apo një gjyqtari mund të hiqet imuniteti. Neni 73 i Kushtetutës, paragrafi 2, parashikon aktualisht që deputeti mund të arrestohet për kryen e ndonjë vepre të rëndë, vetëm në rast se kuvendi apo ndonjë organ i tij aprovon një gjë të tillë. Ndërsa me ndryshimet e propozuara praktikisht ndodhe kundërta, deputeti mund të arrestohet dhe të privohet nga liria e tij në çdo kohë, përveç rastit kur kuvendi kërkon që të zbatohet imuniteti. Por kuvendi mund ta kërkojë një gjë të tillë vetëm në rastin kur cënohet ndjeshëm funksionimi i këtij institucioni. Neni 126 i Kushtetutës, i cili përcakton rastet e kufizimit të imunitetit për gjyqtarët e gjykatës kushtetuese, thotë se një gjyqtar mund të arrestohet për shkak të vendimeve gjatë detyrës, vetëm në rastet kur e aprovon këtë gjykata kushtetuese. Në rast të kundërt, nuk mund të kryen procedurat e arrestit apo të hetimit. Në projekt ligjin e depozituar nga mazhoranca, është ligji organik i gjykatës kushtetuese që rregullon procedurat për të garantuar përgjegjësinë e tyre për shkelje të kryera jashtë funksionit të tyre në kushte të njëjta si përgjegjësia e deputetëve. I fundit nen që preket nga propozimet e draftit është neni 137, që flet për kufizimin e imunitetit të gjyqtarëve të tjerë. Në këtë nen thuhet se gjyqtarët e gjykatës së lartë mund të ndiqen penalisht vetëm me miratimin e kuvendit. Gjyqtari i gjykatës së lartë mund të ndalohet ose të arrestohet vetëm nëse kapet në kryerje e sipërt të një krimi ose menjëherë pas kryerjes së tij. Ndërsa me ndryshimet në projekt ligj, gjyqtari nuk mund të arrestohet apo të hiqet liria në çfarëdo forme pa autorizimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, përveç se nëse kapet gjatë kryerjes ose menjëherë pas kryerjes së një krimi të rëndë. Në këtë rast, prokurori i përgjithshëm vë menjëherë në dieni Këshillin e Lartë të Drejtësisë, që mund të vendosë për heqjen e masës. Projekt ligji parashikon edhe shfuqizimin e nenit 61, paragrafi 3, nenit 103, paragrafi 3 dhe nenit 165, paragrafi 2 të Kushtetutës, nenet të cilat i siguronin zyrtarëve të lartë apo deputetëve paprekshmërinë nëpërmjet imunitetit për shkak të detyrës. Me këtë draft, Kushtetuta pritet të ndryshojë sërish, duke reflektuar kështu një prej rekomandimeve të Bashkimit Evropian. Por kjo iniciativë për ndryshimin e Kushtetutës pritet të vërë sërish në provë raporte të vështira mes mazhorancës dhe opozitës, pasi për ndryshimin e Kushtetutës duhen 84 vota, të cilat koalicioni i qeverisës nuk i ka. Opozita e ka kundërshtuar ndërkohë idenë e prekjes së Kushtetutës për imunitetin, pasi si thot ajo, imunitetin mazhoranca mund ta heq pas kërkesës së prokurorisë, siç edhe parashikon Kushtetuta, dhe se ajo i ka 71 votat e kërkuara për një rast të tillë. Por përpjekja e mazhorancës për plotësimin e një prej kritereve të Bashkimit Evropian për marrjen e statusit të vendit kandidat në tetor, shpreh një angazhim konkret dhe nëse ajo nuk arrin konsensusin me Partinë Socialiste për këtë draft, të gjitha pritshmëritë janë që do t'ia faturojë opozitës dështimin e realizimit të një prej kritereve të Bashkimit Evropian.